Kur lind fëmiu është begati, është mirësi Allahu xhallahu ala fëmiu. Andaj besimtari nuk duhet me qenë indiferent dhe me gjetë, dhe me thonë, me qenë i pakujdesshëm këto situata. E falënderojmë Allahun xhallahu ala, por jo veç falënderim goje, por edhe me ndjekjen e udhëzimeve që Allahu xhallahu ala i ka shpall lidhen me këtë rast. Kjo është e para. Do shaj falënderimi. E dyta është se këto veprime që i bëjmë duke i nështruar te bindja Allahu te barekuhu teala. Kështu na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj fëmiu kur lind fillon me nështrim dhe Allahut, fillon me udhëzim dhe Allahut azza wa jall. Me ndjekje të udhëzimeve të Allahut te barekuhu teala. Dhe një fëmijë që ka kësi lloj fillimi, padyshim se i ka përgatitje mjaftueshme që nesër të ndjekë edhe i vet udhëzimin e Allahut azza wa jall. Kur lind fëmiu nuk është i aftë me ndjek të udhëzime, nga se ai nuk din, ai nuk kupton. Në emër të tij dhe në vend të ndjek prindi i tij për të. E që ky fëmijë pastaj me lena të përgatitet që nesër edhe ai të ndjek udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Fillon me emrin Allahu te barekuhu teala. Çështja dhe emri i parë që e ndëgjon në veshën e tij është emri i Allahut azza wa jall dhe veprimet e para që ndërmirën nëpër me të janë udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një fëmijë që fillon me emrin të Allahut, fillon jeta e tij me pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se prindi i ka ndërmarrë masë të duhur që fëmiu të jetë në rrugën e Allahut te barekuhu teala. Ndërsa shpeshherë ndoshta njerëzit ankohen për problemet me fëmijët, për, domethënë, rrugën e keqe që kanë përgjithë fëmijët. Edhe kjo është sprovë, padyshim është sprovë e madhe që prindi mos më pas fëmijën në rrugë të Zotit. Mos më koni fëmijë që respekton dhe dëgjon, mund bëhet kënaqësi për prindët e tij, është të lash, është problem. Mirë po, edhe ky rebelim, edhe kjo mungesë edukate i ka dikun rënjët e veta. Nuk është rastësisht. Ndodhin përjashtime, padyshim, ndodhin përjashtime. Po në esencë ndëlidhet me piknisjen e këtij fëmiu në jetën e kësaj bote. Andaj piknisja ti duhet të jetë piknisje që është në përputhje me udhëzimet e Allahut te barekuhu teala. Kur ai kështu fillon, me lenin Allah xhalla xhelaluhu nuk del jashtë rrugës së Allahut xhalla xhelaluhu. E përjashtimet janë pastaj të trajtuara në mënyrë ndryshe. Mund të ndodhë që këtë prindë ndërmarr, po prap fëmiu ndjek rrugë të këqija. Kjo është e përjashtim rrallë. Ama në esencë, nëse prindi kujdeset me ushqy fëmijën halal. Nëse nga dita e parë fëmiu ushqehet me halal, qumshti halal, pastaj ushqehet me tutje me halal, pastaj kur lind ndaj tij, sikur se përmana, zbaton udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e prindi është i devotshëm, e bën dua, Allahu që Allah më rrit fëmijën e më rrit në hajër, padyshim se ndërmarrja këtyre masave zakonisht, domthonë është e mjaftueshme që fëmiu të kalon në këto procese që nesër e bëjnë në rrugën e Zotit të barekuhu teala me kon. E bëjnë me binarëve të duhur në jetën e tij.